Përshëndetje miq, nisim edhe sot programin Rruga, pjesë e shërbesës biblike të Dr. Michael Youssef. Po përcjellim tek ju serinë e mesazheve me titull Kopshti ndaj qytetit. Gjatë këtyre programeve, Dr. Youssef na ka treguar për krijimin e mahnitshëm të Perëndisë dhe se si njeriu me kokëfortësinë e tij përpiqet i largohet prezencës së Zotit. Njeriu zgjedh ta fshehë mëkatin e tij në qytet, pikërisht aty ku ka më shumë ndotje dhe krime. Pam se si njerëzit e parë adhuronin yjet dhe e përmbushnin kënaqësitë e tyre në qytetin e mëkatshëm. Por Perëndia me fuqinë e tij të mbinatyrshme përdori personazhe si Abrahami, Davidi apo Solomoni për të dëshmuar se mbretëria e tij triumfon gjithmonë. Për këtë arsye Jeruzalemi u bë qendra e adhurimit të Perëndisë së gjallë, sepse aty ishte tempulli ndërtuar nga Solomoni. Por kur populli i Zotit refuzoi Perëndinë në mish, ai braktisi një herë për gjithmonë qytetet toksore. Përgjatë gjithë testamentit të ri, shohim një pamje të qartë të Jeruzalemit të ri, qytetit qiellor që ka përgatitur Perëndia për të gjithë ata që besojnë tek ai. Jeruzalemi i ri është vendi ku prezenca e mahnitshme e Perëndisë ndihet çdo moment. Prandaj ne duhet jetojmë në këtë botë duke pritur qytetin qiellor. Por këtu në tokë kemi të prirur të harrojmë qytetin qiellor. Kjo ndodh sepse kemi një perceptim të gabuar për Jeruzalemin qiellor dhe sepse në këtë botë jemi të prirur të joshemi nga gjërat që shohim me sy tan. Por qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë për të gjitha këto. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve. Thank you for tuning in to this broadcast. Ju faleminderit që po na ndiqni në programin ton. It is a joy for us to bring it to you. Është gëzim për ne ta përcjellim këtë program tek ju. And if you are joining us for the first time, Dhe nëse na ndiqni sot për herë të parë, we are nearing the end of a series of messages entitled The Garden versus the City. ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve të titulluara Kopshti ndaj qytetit. I want to review with you the 5 reasons why Christians are apt to forget about the heavenly city. Dëshiroj të rishikojmë së bashku 5 arsyet se pse të krishterët janë të prirur të harrojnë qytetin qiellor. First, Së pari, a false perception of the heavenly Jerusalem. një perceptim i gabuar i Jeruzalemit qiellor. Second, Së dyti, yielding to the allure of what is seen on earth. joshja prej asaj që shohi në tokë. Third, Së treti, taking on worldliness as a lifestyle. të huazosh stilin e jetës së botës. 4, Së katërti, succumbing to the overwhelming pressures of life. dorëzimi ndaj pushtetit mbizotërues të jetës. And 5th, Dhe së pesti, false teachings regarding heaven. mësimet e rreme në lidhje me qiellin. In our last broadcast, we discussed the false perception of the heavenly Jerusalem. Në programin ton të fundit diskutuam perceptimin e gabuar të Jeruzalemit qiellor. This time, I want to start with the second reason. Këtë herë dëshiroj të nis me arsyeën e dytë. We have the overwhelming pressures of life which eclipses our vision of the city of God. Presionet shkatruese të jetës e rrësojnë vizionin ton të qytetit të Perëndisë. Think how many of you are sometimes overwhelmed by things in your life. Mendoni se sa prej jush janë nganjëherë të dërmuar nga gjërat që po u ndodhin në jetë. Think of the pressures of work. Mendoni për presionin e punës. Think of the pressures of your family responsibilities. Mendoni për presionin e përgjegjësive tuaja familjare. Think of the emotional wear and tear of life. Mendoni për konsumin emocional të jetës. Think of the hurt, rejection, pain and danger that sometimes you feel. Mendoni për lëndimin, refuzimin, dhimbjen dhe rrezikun që ndjeni ndonjëherë. Think of your financial responsibilities. Mendoni për përgjegjësitë tuaja financiare. All of these pressures combine to eclipse our vision of heaven. Të gjitha këto presione ndërthuren për të errësuar vizionin ton të qiellit. God wants us to be faithful in all of our responsibility. Perëndia dëshiron të jemi besnik në të gjitha përgjegjësitë tona. God wants us to work diligently and serve Him in all that we do. Perëndia dëshiron që të punojmë me zell dhe të shërbejmë atij në gjithçka që bëjmë. But all of that should be done with one purpose. Por, e gjitha kjo duhet bërë me një qëllim. That we may draw the attention of the world to our Savior.
që të tërheqim vëmendjen e botës tek shpëtimtari ynë. That is to let them know that we do what we do because we expect a reward in heaven. Ne veprojmë kështu që ata të kuptojnë se presim një shpërblim në qiell. We must let them know that the reason we forgive their insults Ne duhet i lëmë të kuptojnë se arsyeja se pse falim fyerjet e tyre is so that they may come to be forgiven by God, është që ata të vinë dhe të falen nga Perëndia, and that they too can go to heaven. që dhe ata të mund të shkojnë në qiell gjithashtu. Our false perception of the heavenly city distorts the real truth. Perceptimi ynë i gabuar i qytetit qiellor shtrëmbëron të vërtetën. The overwhelming pressures in the city of man eclipses our vision of the city of God. Presioni shkatërrues i qytetit të njeriut e rrëson vizionin ton të qytetit të Perëndis. And thirdly, Dhe së treti, the allure of what is seen tends to trip us. joshja prej gjërave që shohim prirë të na pengoj. By nature, what we see with our own eyes gets our immediate attention. Nga natyra ne tërhiqemi menjëherë nga gjërat që shohim. By nature, what is visible tugs on our heartstrings. Nga natyra gjërat e dukshme tërheqin telat e zemrës son. Have you ever heard the statement, out of sight, out of mind? A e keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen larg syrit, larg zemrës? In this postmodern society, we tend to believe what is verifiable. Në shoqërinë postmoderne ne tentojmë të besojmë gjërat e verifikueshme. We can get caught up in watching movies or television, Ne mund të ngelemi gjithë ditën duke parë filma apo televizor, which is a make-believe world. që nuk është bota reale. And yet they become real to us because we can see them. Dhe megjithatë janë reale për ne sepse mund t'i shohim. But the promises of God regarding a heavenly city do not seem real. Por premtimet e Perëndis në lidhje me qytetin qiellor nuk duken të vërteta. Probably some of you who are listening to me right now are thinking, Ndoshta disa prej jush që po më ndjekin tani mendojnë, heavenly city? qytet qiellor? That is a foolish fantasy for the weak, poor, and sick people who cannot cope with life's realities. Kjo është fantazi e marrë e njerëzve të dobët, të varfër dhe të sëmurë që nuk mund të përballen me realitetet e jetës. And even the least materialistic among us gets caught up in the materialism of this world. Madje dhe ata që janë më pak materialist në mesin ton e gjejnë veten të përfshirë në materializmin e kësaj bote. We make business and financial plans as if we are going to live forever. Ne hartojmë plane financiare dhe biznesi sikur do të jetojmë përjetë. We give God the crumbs and the leftovers and we think we have been generous. I japim Perëndis thërrimet dhe mbeturinat dhe mendojmë se kemi qenë bujar. The scripture tells us that it is only what we give to God that really counts. Shkrimi na thot se vetëm gjërat që i japim Perëndis kanë rëndësi. And yet we don't stop long enough each day to ask the question, Dhe sidoqoftë, nuk ndalemi mjaftueshëm çdo ditë të pyesim: what will happen to my plans if I go home to my heavenly Father this afternoon? Çfarë do të ndodh me planet e mia nëse shkoj në shtëpitë e Ati im qiellor këtë mbasditë? Or what will I say to the Lord when I see him face to face? Ose çfarë do t'i them Zotit kur ta kem përballë? Then there's a fourth reason why we do not focus on the heavenly city. Më pas, kemi arsyeën e katërt se pse nuk fokusohemi në qytetin qiellor. The worldliness of the church tends to muddle our thinking regarding heaven. Pjesa e kishës që është ndikuar nga bota prirë të ngatërrojë mendimin ton për qiellin. Ask an average church what their spiritual goal is. Pyesni një kishë të zakonshme se cili është qëllimi i tyre shpirtëror. Ask an average church how they are accomplishing the purpose for their existence. Pyesni një kishë të zakonshme si po e përmbushin qëllimin e ekzistencës së tyre. You'll be shocked and surprised by the answers. Ju do të tronditeni dhe do të habiteni nga përgjigjet. The early church members had one goal, to bring glory to the name of Jesus. Anëtarët e kishës së hershme kishin një qëllim, të sillnin lavdi emrit të Jezusit. Today many churches are ashamed to proclaim him as the only way to heaven. Sot, shumë kisha turpërohen ta shpallin atë si rrugën e vetme për në qiell. The early church's number one priority was holiness. Prioriteti numër 1 i kishës së hershme ishte shenjtëria. Today many churches don't even know what that means anymore. Sot shumë kisha as që e din se çfarë do të thotë kjo. The early church measured their success in terms of eternal gain. Kisha e hershme maste suksesin e saj bazuar në përjetësinë. Today some churches measure their success in terms of earthly gain.
Shumë kisha sot masin suksesin e tyre bazuar në gjëra toksore. Why would anyone want to think of heaven if they are so preoccupied with earth? Cila është arsyeja që dikush do të donte të mendonte për qiellin në qoftë se ai është shumë i zënë me gjëra toksore? Why would anyone want to go to heaven if they think that they can have it all right here? Cila është arsyeja që dikush do të donte të shkonte në qiell në qoftë se mendon se mund të ketë gjithçka këtu? Then there is a fifth and final reason. Më pas kemi arsyeën e pestë dhe të fundit. False teaching regarding heaven leads us to ignore it. Mësimet e rreme në lidhje me qiellin na bëjnë që të injorojmë atë. Many people in the world believe that God is not going to send anyone to hell. Shumë njerëz në botë besojnë se Perëndia nuk do të dërgojë askënd në ferr. This statement is both true and false at the same time. Ky pohim është i vërtet, por dhe i gabuar në të njëjtën kohë. God is not going to send anyone to hell. Perëndia nuk do të dërgojë askënd në ferr. Those who end up in hell will send themselves there. Ata që do të përfundojnë në ferr do të shkojnë vetë atje. They will go there because they would not believe that there is only one way to heaven. Ata do të shkojnë atje sepse nuk duan të besojnë se ka vetëm një rrugë për në qiell. Jesus' way. Rruga e Jezusit. Some of you might be asking, E disa nga ju mund të pyesin, what about those who have never heard of Jesus Christ? po ata që nuk kanë dëgjuar kurrë për Jezus Krishtin? Here's my answer. Përgjigjja ime është kjo. Don't worry about those who have never heard. Mos u shqetësoni për ata që nuk kanë dëgjuar kurrë. They are not your responsibility. Nuk janë përgjegjësia juaj. They are God's responsibility. Janë përgjegjësia e Perëndisë. What God is going to ask you is this. Ajo çfarë Perëndia do t'ju pyesë ju është kjo. You heard, what did you do with what you have heard? Ju dëgjuat, por çfarë bët ju me fjalën që dëgjuat? Someone sat in my office a few years ago and looked at me in the eye and said, Dikush ul në zyrën time disa vjet më parë, më pa në sy dhe më tha: how arrogant for you to think that Jesus is the only way to heaven. Është shumë arrogante nga ana juaj të mendoni se Jezusi është e vetmja rrugë për në qiell. This man is not alone. Ky njeri nuk është i vetmi. This false teaching abounds in many churches. Ky mësim i rrem flitet në shumë kisha. No wonder many people are confused. Nuk është habi që shumë njerëz janë të hutuar. And no matter what I said to that man, it did not matter to him. Dhe çfarë do lloj gjëje që ti thosha nuk i bënte përshtypje. I tried to tell him that this is not my idea. Unë u përpoqja t'i tregoja se kjo nuk është ideja ime. I told him that I had nothing to do with this truth. I tregova atij se nuk kisha lidhje me këtë të vërtet. Jesus is the one who said that, not me. Jezusi është ai që e ka thënë këtë dhe jo unë. And I want to show you how false teaching is misleading people. Dhe unë dëshiroj t'ju tregoj se si mësimet e rreme çorientojnë njerëzit. In June of 2000, Në qershor të vitit 2000, there was a gathering of 100 delegates from 30 countries. në një takim u mblodhën rreth 100 delegat nga 30 shtete. They represented more than 20 religions in the world. Ata përfaqësonin më shumë se 20 besime të botës. Hindus, Buddhists, Episcopalians, Presbyterians all met together to form one religion. Hindut, budistët, episkopalët, presbiterianët u bashkuan për të krijuar një besim. All of the nominal Christians in that group rejected the biblical teaching that heaven is a place exclusively reserved for those who follow Jesus as their only savior. Të gjithë krishterët formal të këtij grupi refuzuan mësim biblik se qielli është vendi i rezervuar posaçërisht për ata që ndjekin Jezusin si shpëtimtarin e tyre të vetëm. My listening friends, listen very carefully, please. Të nderuar dëgjues, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje. We have not here an abiding city, Ne nuk kemi këtu një qytet të qëndrueshëm, but we seek after the city which is to come. por kërkojmë qytetin që do të vijë. I love life as much as any of you. Unë e dua jetën time aq shumë sa secili prej jush. I love serving my family. Më pëlqen të shërbej familjes time. I love speaking to you over the radio. Më pëlqen të flas me ju nëpërmjet radios. But I look forward to the day when I go to glory. Por, gjithashtu pres ditën kur do të shkoj në lavdi. I want to tell you a story, a true story. Dëshiroj t'ju tregoj një histori të vërtet. There was a missionary who served the Lord for 40 years. Ishte një misionar që i kishte shërbyer Zotit për 40 vjet. After that faithful ministry, he was returning home by boat. Pas shërbesës së tij besnike, ai po kthehej në shtëpi me anije. An American president was also aboard that boat.
Në këtë anije ishte gjithashtu dhe një president amerikan. Upon entering the harbor, Ndërsa po hyni në port, the missionary felt deeply rejected and hurt. misionari u ndje shumë i lënduar dhe i refuzuar. Why? Përse? The president received a tremendous fanfare as he arrived home, Presidenti u prit në mënyrë madhështore ndërsa mbërriti në shtëpi. and not one person was waiting for this faithful servant of God. Dhe askush nuk e priste këtë shërbëtor besnik të Perëndis. There was no recognition for his 40 years of serving the King of Kings. Nuk pati vlerësim për 40 vitet e shërbimit të tij ndaj mbretit të mbretërve. As the man sat on the train heading for his home, Ndërsa ul në tren për të shkuar në shtëpinë e tij, a small voice whispered in his ear, një zë i vogël përshpëriti në veshin e tij. "You are not home yet." Ti nuk je akoma në shtëpi. Let me ask you this. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Have you been a faithful steward of God and received no recognition? A keni qenë një shërbyes besnik i Perëndis dhe nuk keni marrë asnjë vlerësim? Remember, you're not home yet. Kujtoni se nuk jeni ende në shtëpi. Have you been faithfully teaching and receiving no recognition? A keni mësuar me besnikëri dhe nuk keni marrë asnjë vlerësim? Have you been faithfully witnessing and serving and received no recognition? A keni dëshmuar dhe shërbyer me besnikëri dhe nuk keni marrë asnjë vlerësim? Have you paid a heavy price for your faithfulness to God and received no recognition? A keni paguar një çmim të rënd për besnikërinë tuaj ndaj Perëndis dhe nuk keni marrë asnjë vlerësim? Remember, you are not home yet. Kujtoni se ju nuk jeni akoma në shtëpi. Wait until we get home. Prisni derisa të shkojmë në shtëpi. When you get home, you will be recognized for your faithfulness. Kur të shkoni në shtëpi, ju do të vlerësoheni për besnikërinë tuaj. When you get home, you will be rewarded for your honesty. Kur të shkoni në shtëpi, ju do të shpërbleheni për të ndershmërinë tuaj. When you get home, you will be commended for your perseverance. Kur të shkoni në shtëpi, ju do të lëvdoheni për ngulmimin tuaj. When you get home, you will hear from the lips of Jesus, Kur të shkoni në shtëpi, ju do të dëgjoni nga goja e Jezusit. "Well done, good and faithful servant. Të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. Enter into your Father's rest." Hyr në prezencën e Atit tënd. Are you going to heaven? A do të shkosh ti në qiell? If you are not sure, Nëse nuk je i sigurt, today you can give your life to Jesus Christ and be assured of heaven. sot mund të jepni jetën tuaj Jezus Krishtit dhe të siguroheni për qiellin. You can pray this prayer with me. Ju mund të luteni bashkë me mua. Heavenly Father, Atë qiellor, I come to you unë vi tek ti. in the name of Jesus. Në emrin e Jezusit I receive him as my Savior. dhe e pranoj atë si shpëtimtarin tim. I enthrone him as my Lord. E kurorëzoj atë si Zotin tim. Now assure me of heaven Tani më siguro për qiellin and help me to live with the expectation of heaven. dhe më ndihmo të jetoj duke pritur për qiellin. In Jesus' name, Në emrin e Jezusit. amen. Amen. Miq të dashur, kemi ardhur në fundin e programit tonë edhe për ditën e sotme. Sot doktor Jusef na shpjegoi 5 arsyet sepse këtu në tokë jemi të prirur të harrojmë qytetin qiellor. Por megjithse gjërat e kësaj bote na shpërqendrojnë nga qëllimi ynë, doktor Jusef na inkurajon që të punojmë me zell dhe të shërbejmë Perëndis në gjithçka që bëjmë. Por e gjitha kjo duhet bërë me një qëllim, që të tërheqim vëmendjen e botës tek shpëtimtari ynë. Sepse ne nuk kemi këtu një qytet të qëndrueshëm, por kërkojmë qytetin që do të vijë. Në programin tonë të rësarshme, doktor Jusef do të na tregojë se si njerëzit ndër sheku janë munduar të përcaktojnë kthimin e dytë të Krishtit. Por përpjekjet për t'i bashkangjitur emra e data profecive biblike për të ardhmen na hutojnë. Ato thjesht na shpërqendrojnë nga lufta shpirtërore që ndodh brenda nesh. Ne duhet kuptojmë se profecitë në Bibël nuk nënkuptojnë llogaritje matematikore, por shërbejnë për të na mbajtur në punë që të harrijmë të humburit. Ne punojmë me besimin se Perëndia është në kontroll. Për më shumë, ju ftojmë të na ndiqni herën e ardhshme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne më presim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithë një dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.